Pas artikullit të publikuar disa ditë më parë ku dokumentuan pagesat nga thesari i shtetit, lejet e ndërtimit të miratuara nga Këshilli Kombëtar i Territorit dhe prania e emrave të Alban dhe Olsi Efthimit në përgjime telefonike të administruara nga SPAK, tabloja e vërtetë e këtij rrjeti rezulton shumë më e gjerë dhe më e sofistikuar sesa ajo që shfaqet në fasadën e kullave dhe projekteve luksoze. Në thelb të kësaj faze të re, qëndron një ndryshim strategjik i mënyrës së operimit, kur përfitimi nga fondet publike dhe nga rritja artificiale e vlerës së territorit shoqërohet me ndarjen e qëllimshme të përgjegjësisë ligjore dhe fiskale përmes krijimit të njësër kompanish të reja, të regjistruara me kapitale minimale, të pajisura me objekteve premtarie të fryera artificialisht dhe të administruara nga individ pa peshë publike, pa histori biznesi dhe pa autonomi reale vendimarrjeje. Dokumentet tregtare tregojnë se pas vitit 2022, periudhë që përkon me intensifikimin e hetimeve ndaj sektorit të ndërtimit si mekanizëm kryesor i pastrimit të parave, në orbitën e vëllezërve Efthimi shfaqen subjekte si Futuris Gen, Comfort Development, Art Plan dhe kompani të tjera të ngjashme, të cilat ndajnë të njëjtat adresa, të njëjtat kontakte elektronike, të njëjtat modele statutore dhe mbi të gjitha të njëjtin përfitues përfundimtar. Futuris Gen, e themeluar në vitin 2023 me kapital 500.000 lek, paraqet një rast ilustrues të kësaj metode. Kompania regjistrohet me adresë në rrugën e Kosovarëve, përdor email të domenit të Atelier 4 dhe përfshin në strukturën e saj Zyri Investment Group, Olsi dhe Andi Efthimin, si dhe një administrator formal, kompetencat e të cilit kufizohen në mënyrë eksplicite nga statuti, duke kërkuar firmën e Alban Efthimit për çdo transakcion që të kalon një prag minimal. Pas një kontratë publike të dokumentuar dhe pa projekte të dukshme në terren, kjo kompani depoziton në nëntor 2025 një vendim për riemërim administratori që në fakt korrigjon në mënyrë retroaktive afatet e mandatit dhe vetëm 3 ditë më pas, më 22 dhjetor 2025, aktiviteti pezullohet, duke lënë pas një subjekt pa aktivitet, por me histori transaksionesh dhe marrëdhëniesh që kërkojnë verifikim të thelluar. E njëjta logjik shfaqet edhe te Comfort Development, një kompani e themeluar më herët, por që deri në shkurt 2024 kontrollohej drejt për drejt nga vëllezërit Efthimi për të transferuar më pas në mënyrë të plotë te Texas Development dhe Dayton, dy subjekte që në letër paraqiten si të pavarura, por që në praktik lidhen drejt për drejt me të njëjtën qendër kontrolli, ndërsa pronësia zhvendoset formalisht, administrimi mbetet në duart e Alban Efthimit, duke konfirmuar se transferimi nuk synon largimin nga kontrolli, por krijimin e një distance formale nga përgjegjësia direkte. Oreo Antoni shfaqet si një kompani periferike e regjistruar në vitin 2024 me kapital 500.000 lek dhe e prezantuar në letra si biznes për produkte kafshë shtëpiake, por dokumente tregtare tregojnë se ajo është e integruar në të njëjtën infrastrukturë administrative me kompanitë e kontrolluara nga vëllezërit Efthimi. Emaili, kontaktet dhe lidhjet operacionale përputhen me strukturat e Zyri Investment Group, duke nxjerrë këtë subjekt nga profili një dyqani të zakonshëm tregtie. Oreo Antoni nuk rezulton me aktivitet të dukshëm ekonomik proporcional me ekzistencën e saj dhe shfaqet si një kompani satelit e përdorshme për lëvizje financiare, shpërndarje risku dhe fragmentim formal të rrjetit larg sektorit të ndërtimit që ndodhet në fokusin e hetimeve. Kings Garden është një rast edhe më domethënës. E themeluar në janar 2025 me kapital simbolik prej vetëm 10.000 lekësh, kompania deklaron një objekt veprimtarie që shtrihet nga gjelbërimi dhe kopshtaria deri tek ndërtimi, projektimi dhe inxhinieria mjedisore, një gamë që nuk justifikohet as nga kapitali dhe as nga struktura reale. Kontrolli i saj kalon përmes Zyri Investment Group dhe vëllezërve Efthimi, ndërsa në pronësi shfaqet edhe Artur Dojaka, biznesmen me origjinë çame, shtetësi izraelite dhe histori të dokumentuar përfshirjeje në koncesione bujqësore, kredi të mëdha bankare të pashlyera dhe përplasje të vazhdueshme gjyqësore me bankat e nivelit të dytë. Artur Dojaka është një figurë e njohur për manovra financiare, përdorim të lidhjeve politike dhe zhvendosje aktivitetesh mes kompanive të ndryshme, çka e bën përfshirjen e tij në Kings Garden jo rastësore. Kjo lidhje nuk i jep besueshmëri kompanisë, por e lidh atë drejt për drejt me një profil biznesi të shënuar nga borxhe, koncesione dhe skema shmangjeje, duke e kthyer Kings Garden në një tjetër hallk problematike në zinxhirin që rrethon pasurinë dhe interesat e vëllezërve Efthimi. Art Plan shfaqet si kompani projektimi dhe konsulence, por dokumente tregtare dhe lidhjet operacionale e vendosin qartë brenda boshtit Texas Development dhe Dayton, dy subjekte që bashkohen në projektet më të ndjeshme të ndërtimit në Tiranë. Art Plan ndan lidhje funksionale me Texas Development të Alban Efthimit dhe me Dayton SHPK të Orion Cenollarit, kompani që u përdorën si mjete formale në ndarjen e aksioneve dhe roleve pas miratimit të lejeve strategjike.
Kulla 44 tek diga e liçenit. Miratimi i kullës 44 tek diga e liçenit artificial ekspozon mënyrën se si Këshilli Kombëtar i Territorit shërben prej vitesh si vulë formale për pazare të mbyllura, ku lejet e ndërtimit përdoren si instrument për ndarjen e pasurive publike dhe legalizimin e parave me origjinë të dyshimt. Leja ju dha kompanisë Green Living Company, një subjekt pa aktivitet real dhe pa kapacitet financiar, i cili në momentin e vendimarrjes kontrolloi me 65% nga Natasha Xhai, një emër pa profil publik dhe pa burime të deklaruara. Lëvizjet financiare kryesore rezultojnë të kryera nga Ibiri, Clevens Toka, përfshirë një transfert prej 450.000 eurosh, ndërkohë që për një projekt ku vetëm taksa e ndërtimit ka vlerën mbi 8 milion euro, nuk ekziston asnjë shpjegim zyrtar për origjinën e fondeve. Green Living Company, e themeluar në vitin 2008 nga Ed Manushi, qëndroi e pezulluar për më shumë se një dekadë, nga viti 2009 deri në vitin 2022, pa bilance, pa kapital dhe pa aktivitet. Në vitin 2023, njëjta kompani u riaktivizua vetëm për të marrë lejen e kullës tek liçeni artificial, ndërsa pas miratimit struktura aksionere u rikonfigurua menjëherë, duke futur në skemë Orion Cenallën përmes kompanisë Dayton ShPK dhe Texas Development të kontrolluar nga Alban Efthimi. Ky zinxhir lëvizjesh tregon një model të përsëritur ku kompania Guack merr lejen, ndërsa përfitimi real dhe kontrolli i projektit shpërndahen më pas ndërtuesve si Alban Efthimi, i lidhur me pushtetin, duke kthyer familjen Efthimi në një rast emblem të pastrimit të parave përmes ndërtimit. Raporti mes Alban Efthimit dhe Edi Ramës nuk është episodik, por i ndërtuar ndër vite brenda strukturave të planifikimit urban. Alban Efthimi ka mbajtur detyrën e drejtorit të planifikimit urban në Bashkinë e Tiranës gjatë kohës kur Edi Rama drejtonte bashkinë, një pozicion kyç nga i cili përcaktoheshin zonat e zhvillimit, intensiteti i ndërtimit dhe vlera e tokës. Emri i tij doli ndër më të përmendurit në Komisionin Hetimor Parlamentar të vitit 2012 si një nga përfituesit kryesor të lejeve të ndërtimit në periudhën Rama-Bashki, ndërsa ky raport vijoi edhe pas shtatorit 2013, kur Rama mori drejtimin e qeverisë dhe vendimarrja për territorin u përqendrua tek Këshilli Kombëtar i Territorit. Në këtë fazë, kompanitë e lidhura me Efthimin jo vetëm që vazhduan të hartonin plane urbane për shtetin, por njëkohësisht përfituan leje ndërtimi për kulla shumë katëshe në të njëjtat zona, duke krijuar një konflikt interesi të hapur mes projektuesit të politikës urbane dhe përfituesit privat të saj, konflikt që asnjë institucion nuk e ka hetuar deri më sot. Në dosjet e tenderëve të infrastrukturës, emrat e Alban dhe Olsi Efthimit shfaqen edhe në përgjimet që lidhen me procedurat e ARSH, ku Atelier 4 dhe Seed Consulting dalin si përfitues të kontratave të hartuara përmes negociatave të mbyllura, kritereve të përshtatura, ofertave pranë fondit limit. Por këto pjesë të dosjeve bëhen të izoluara dhe nuk janë bërë publike, sepse prekja e tyre do të çonte drejt për drejt tek lidhjet politike me Edi Ramën, ndërsa përgjimet tregojnë komunikime për ndërhyrje në procedura, favorizime teknike dhe koordinim mes hartuesve të projekteve dhe vendimarrësve. Çfarë ekspozimi politik do të sillte zbardhja e plotë e rolit të vëllezërve Efthimi në një skem tenderash që funksionon vetëm me mbrojtje nga maja e pushtetit, sipas vlerësimeve të SPAK, Shish, Drejtoria për Parandalimin e Pastrimit të Parave e sinjaleve të përfshira në raporte ndërkombëtare për pastrimin e parave, Alban dhe Olsi Efthimi, së bashku me rrjetin e kompanive që kontrollojnë shfaqjen si pjesë e një modeli të konsoliduar, ku sektori i ndërtimit dhe planifikimit urban përdoret për të përthithur dhe ricikluar para me origjinë kriminale dhe korruptive përmes tenderëve të orientuar, procedurave pa garë reale në ARSH, vendimeve selektive të KKT dhe ndërhyrjeve që dalin edhe në përgjigje të administruara nga organet hetimore, por që nuk janë bërë publike, duke krijuar një mburoje politike rreth përfituesve real dhe duke e kthyer ndërtimin e kullave në instrumentin kryesor të pastrimit të parave të pushtetit. Më tej vijon me rolin e secilës kompani të ndërtuar në mënyrë zinxhir, Atelier 4 si instrument planifikimi dhe hyrje në fondet publike, Seed Consulting si kanal konsulence dhe justifikim pagesa shtesë nga buxheti, emrat, datat, transaksionet dhe vendimet konkrete që lidhin Alban dhe Olsi Efthimin me leje për kulla, tenderët pagar, kompanitë Guack dhe individët ndërmjetës.